Historia ime në fakt është një çike e dhimbshme që në fëmijëni se në 68-ën babai im ndroi jetë. 18 vjeç të sa vjeç? Jo, kam qenë 10 vjeç, 57. Dhe nëna ime u detyrua, si çdo nën që bën sakrificën për fëmijët, mbylli jetën për mua dhe motrën time. Pra nuk u martua? Jo, nuk u martua. Po babai nga se u mbylli? Dhe babai ka qenë një ushtarak që karrierën e tij e filloi shumë shpejt, edhe në moshën 36 vjeç kur ai u emërua zëvendës ministër i mbrojtjes me Veli Llakën, është stafi i Veli Llakës edhe atyre. Ishte një lojë ushtarake, dhe atje me sa duket mori në i të ftoftë edhe kancer akut në stomak. Po, nëna ime ka vuajtur shumë, por unë edhe motra ime jemi rrethuar nga një dashuri shumë e madhe nga njerëzit e babaj dhe njerëzit e nënës. Fëminin time, pjesën më të madhe, sepse atëherë nuk mendohej Flori që duhet të punojë tetor edhe të vijë në shtëpi. Sepse kishin edhe parata dhe bënte vaki që mund të rinte edhe gjithë natën. E qartë, edhe ti rrije vetëm me motrën, Dhe jo, morëm gjyshen që ishte 85 vjeç nga Dibra, dhe unë pjesën më të madhe të fëminisë time, unë jam rritur tek dajat e mi. Po dajat ku i ke patur? Në Peshkopi. Në Peshkopi? Po. U rritën në Peshkopi? Po, pushimet verore dhe dimrore atje i bëja. Kaloja atje. Dhe për hir së vërtetës, kam një nostalgji dhe edhe tani që jam afër 7 vjetëve, kur bie të flethem, shiko, jemi ngjitur me fshatin të Maqellarës, që Dibra e Madhe është 10 minuta. Jemi në kufi. Dhe tash i them, sa mirë do t'ishte që kisha ndejtur atje. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.